Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se vini në emisionin tonë të sotëm. Sot në studio kemi një aktor shumë të veçantë. Ai, përveç aktrimit, ka zgjedhur pashtu edhe humorin si pjesë të karrierës së tij. Ai njihet për rolin e tij në serialin shumë të dashur Bashkallajk. Nga aty ka marrë një përvojë shumë të mirë në aktrim e po ashtu edhe në humor. Ai gjithmonë është i mbushur plot me energji e po ashtu edhe me pozitivitet. Andaj sot do të na flas për përvojën e tij, sfillat që ka hasur e po ashtu edhe për këtë rol kaq të veçantë. Ai është Muzbajden Çamili. Përshëndetje dhe mirë se ardhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Është kënaqësi e veçantë sot të jem me ju. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Absolutisht. Kur të më thoni, unë jam i gatshëm për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë fillojmë pyetjen. Si lindi pasioni yt për humorin dhe aktrimin? Pasioni im duket kam qenë diku 14 vjeç, 13 vjeç që kam fillu ta dua aktrimin, duke fillu të imitoj aktor të ndryshëm, dhe që aty ka fillu, pastaj në vazhdimsi ka vazhdu të rritet ajo, dëshira për të bërë aktor dhe pastaj kur kam mbaru shkollën e mesme, kam regjistru Fakultetin e Artit Skenik në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, edhe ja ku jemi sot, këtu me ju. A e mban mend rolin tënd të parë dhe si u ndjeve në atë moment? Roli im i parë ka qenë me një teatr amator në Tetov, ka pas të bëje diçka ka qenë një dramë politike për një ish burgosur politik, edhe ka qenë roli interesant, roli i vogël, po aty filloi të më rritet dëshira sa më e madhe për të bërë aktor. Si u përfshive në serialin Bashkallajk? Në serialin Bashkallajk jam përfshi, do me thonë, ka qenë ideja e skenaristit dhe aktorit njohur të Kosovës, Ardi Islamit, ideja ka qenë e tij, dhe pastaj sigurisht që është përkrahur pas një lloj rezerve dhe nga produksioni i televizionit TV1, edhe na ka mbledh ekipin, edhe ka fillu seriali. Çfarë mund të na tregosh pak për personazhin tënd në Bashkallajk? Nexhja, po. Personazhi në Bashkallajk është një personazh pozitiv, interesant, simpatik, një baba prind së njeri tradicionali i një krahine të shqiptarisë. Ai personazh përfaqëson përditshmërinë tonë, ato çfarë ndodh, e luajt përditshmën tonë një tetovari të zakonshëm, a kupton? Po kjo nuk do të thotë se të gjithë janë si jonë, do të thonë Tetova është shumë qytet i bukur, qytet me 2 universitete, qytet shumë fisnik, njerëz shumë punëtor, njerëz shumë dashur. Aty ka fillu dhe kemi vazhdu, ja sot që jemi këtu, prej këtu do të shkoj të filloj të xhirohet episode 100 e Bashkallajkut. Që kemi bashkë për episodin e 100. Po fiks, po. Sa mirë i karo. Atëherë vazhdojmë me pyetjen tjetër. Sa ngjashmëri ka mes jush, si dhe mes karakterit që e luani në serial? Zero ngjashmëri ka. Absolutisht, unë nuk kam bërë asgjë me personazhin që e kam te Bashkallajku. Unë jam komplet natyrë tjetër, komplet natyrë ndryshe, komplet energji ndryshe, diçka ndryshe kam nga i personazh. Cili ka qenë momenti më qesharak gjatë xhirimeve të serialit? Po aty nuk ka moment në serialin tonë që nuk është qesharak, po ka shumë, po ja, tash e kemi të freskën të vide, ne kemi. Personazhi të vides, dhe me thonë, është jashtëzakonisht simpatik, jashtëzakonisht i dashur për gjithë publikun. Edhe ne vetë si kolegë që jemi aty, me thonë, e mbajmë barkin me dorë për qeshërave. Sa kohë ju merr përgatitja për një episod? Ne si zakonisht, në qoftë se sot xhirojmë,
do me thënë, dje kemi ardhe, kemi bë prova, kemi lexu tekstin, kemi bë prova, me thënë, afërsisht 2 ditë, 3 ditë, për të bë një epizod. A ndodh ndonjëherë të improvizoni gjatë skenave? Po sigurisht. Po. Shumë herë ka bo vaki dhe do boje. Si është atmosfera me kolegët në set? Tash unë nuk du të lefdroj serialin ose kolegët tanë, është një atmosferë fantastike, se po s'pat ndonjë atmosferë pozitive bashkëpunuese mes kolegëve, dhe me thënë, ki serial nuk do të vinte ku është sot. Dhe me thënë, jeshtë zakonisht po kalojm shumë mirë me njëri tjetrin. Ka një kimi mes neve, e respektojmë, disiplina, këto janë ato të cilat serialin Bashkallajk shpresojmë ta çojmë edhe një 200 epizoda. Kush të ka frymëzuar më së shumti në rrugëtimin tënd si humorist dhe aktor? Si aktor Bekim Femio. Si humorist jo. Askush. Cili është komenti më i çuditshëm që e vlerësoni dhe e keni marrë nga publiku? Neve na shkruajnë me mira njerëz na shkruajnë, nga më çud më i miri. Më i miri vazhdoni se jeni më të mirët, shembull. Më i çuditshmi duhet çdo ditë keni ka një komenti më i çuditshëm, çdo ditë keni ka një epizod. Do me thënë, ajo tregon se njerëzit e duan këtë serial edhe e mbështesin. Kjo është komenti i çuditshëm, do me thënë, është pa mundur të bëhet nga një serial nga një epizod çdo ditë. A ke ndjerë ndonjëherë presionin për të qenë gjithmonë qesharak? Presion për qenë gjithmonë qesharak? Po, nga publiku ose nga... Jo. Nuk kam ndjerë, jo. Përveç humorit, a të tërheqin edhe rolet e tjera, për shembull role dramatike? Po sigurisht, unë jam antari i ansamblit teatrit shqiptar në Shkup. Edhe sigurisht që drama është dramat i du, shfaqjet dramatike, role dramatike, sigurisht që i du dhe kam luajt disa role. Atëherë, a keni ndonjë batutë qesharake ose interesante që dëshironi ta ndani sot me ne? Batutë qesharake ose interesante. Çfarë t'ju them? Hajde mos më shërdhani. E bëra për të qesh pak. E dim që jeni nga Tetova, dhe a mendoni që kjo e karakterizon më shumë karakterin tuaj në serialin Bashkallajk? Jo. Ne të gjithë jemi shqiptar. Unë nuk e karakterizoj Tetovën. Unë jam një personazh. Tetova është shumë e madhe, shumë e bukur, shumë, edhe që parë i thash, shumë fisnike. Tetovë ka shumë, bësha thënë, shumë njerëz suksesshëm, njerëz të fuqishëm, njerëz të ndershëm, njerëz punëtor. Ne nuk dallojmë shumë me njëri tjetrin. Do të thënë, ky personazh, do të thënë, Tetov Prishtinë që kemi këtë pak a shumë konfliktin në serial, nuk do të thotë se ne dallojmë nga njëri tjetri, po ata jemi, po nëpërmjet këtij personazhi në Prishtinë, apo nëpërmjet personazhit të zejmë të Zojës, që është në serial, apo të Meritës, ne paraqesim pak a shumë një përditshmëri që ndodhen mes këtyre qyteteve dhe mes këtyre njerëzve, ose në vendet e tyre, ose kudo që ata janë. Cili është ndonjë rol që keni ëndruar gjithmonë ta luani? Rol që dua ta luaj është roli Kaligulës. A ka ndonjë projekt të ri që mund ta ndaj me publikun? Po. Së shpejti do të filloj një shfaqje në teatrin shqiptar Shkupit dhe një film në Republikën e Maqedonisë Veriut. Si shihni të ardhmen e humorit në trojet shqiptare? Prima, shqiptarët janë popull me humor, nuk ka nevojë kërkush të bëjë humor. Mirë, ka shumë aktorë të humorit shumë të mirë, kudo që janë shqiptarët. Nëse nuk do të ishit aktor, çfarë profesioni tjetër do të zgjedhni?
Po këtë pyetje më kanë bërë shumë gazetarë. Më duket pyetje e çuditshme, pak po se unë nuk e mendoj veten mos jem aktor edhe sikur ashtu. Shpesh Unë shpesh e kam thonë, do kisha dash të merrem me bujqësi, bregtori. Janë zanate shumë fisnike. Tani me qenë se jemi në fund, a keni ndonjë mesazh për t'ju dërguar të gjithë të rinjeve që po e ndjekin këtë emision? Të gjithë të rinjve që ndjekin këtë emision, unë kam shumë mesazhe për të rinjt. Se unë fëmijët i kam parafërsisht sa ju, bilet pak më ndëj. Unë kam 4 fëmijë, kam 2 fëmijë mosha juaj parafërsisht, 2 kam më të mëdhej. Më thonë të mësoni, të studioni, të respektoni prindrit, ta duani atë dheun. Këto janë gjërat më kryesore, ta duani njëri tjetrin. Këto janë, se dia ka diçka më mirë dhe më bukur. Ta duash prindrit, të mësosh, të studiosh, të mos largohen njerëzit për vendit vet, të rinj këtu ta shohin të ardhmen e tyre, ta duan atë dheun. Nuk është mirë njerëzit të largohen, se ka filluar një periudhë e çuditshme, ndoshta edhe ju e dini, secili te ne shqiptarët ka një njeri që e ka për jashtë. Duheni Kosovën sa më shumë. A ka të bëj projekti i ri me aktorët në Bashkallaj? Jo, nuk ka të bëj. Komplet është diçka ndryshe. Ndoshta pak mund të ketë. A mund të na thoni ndonjë pjesë të Bashkallajk që ju karakterizon dhe ju bën një personazh shumë interesant? Një përvetudove që sot do jetë, që sot do xhirohet është shkope blej molla një 2-3 kg që nuk je për hellonka ti, a kupton? Unë ju falenderoj shumë që më keni ftu. Megjithatë jam zgjuar shumë herët sot, ndoshta edhe nuk kam qenë shumë okay, po ish kënaqësi kurdo që të më thini, unë jam këtu me ju. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është jona. Të gjithë ju të rinjt, të gjithë ju fillorist apo çaj jeni edhe gjimnazistëve, do të thënë moshës re, ju uroj një ditë të mbar, shëndet edhe duhet ta doni sa më shumë njëri tjetrin, ta respektoni dhe ta nderoni. Kështu do respektoni veten edhe gjithë popullin e Kosovës. Ju uroj shëndet dhe mbarësi. Kaq që kishi për sot. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.